Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Arom Shkodre. Shpresoj të na keni ndjekur javë pas jave, pasi do mërziteshim nëse ndonjë nga të ftuarit tan nuk do të ishte ndjekur me vëmendje ajo çfarë ai bën, çfarë mesazhesh përcjell, sepse ne i zgjedhim me kujdesin më të madh për të kënaqur këshërinë tuaj dhe për te i kërshëris, për të marrë mesazhe nga mënyra se si ata veprojnë jetën e përditshme, arti që sjellin me punën e tyre, apo dhe motive që burojnë nga ata që në fundit nuk janë artist, por që kanë se çfarë ndajnë me të gjithë teleshikuesit e emisionit Arom Shkodre. Dhe ne do t'ju befasojmë kësaj radhe se nëse rrezja e të ftuarve tanë i përket Shkodrës dhe jo në distanca shumë të larta, tashmë kemi zgjedhur një distancë shumë të largë, një distancë që do donim të afronim, sepse kemi marrëdhënie shumë të mira me njërin nga bashkitë në Shqipëri. Shkodër Vlorë. E di që me siguri bëni ato planet tuaja, shfesa e flamurit përpara do na çojnë në Vlorë, por ne kemi sjellë një pjesë të Vlorës këtu. Nuk do të flasim për pavarësinë, edhe pse do donim shumë të flisim për këtë temë, pasi motivi patriotik e motivi atëvetar, se kur është zbehur disit e shqiptar, por do të flasim për shpirtin e bukur që vjen nga Vlora. Për ato poezitë e mrekullueshme të krijuara nga një shpirt vlonjat. Dhe kë kemi zgjedhur ne sonte për të ardhur në emisionin Arom Shkodre, Gjulieta Feraj, mirë se erdhe në emisionin Arom. Përshëndetje dashur, mirë se ju gjeta, kënaqësi e madhe. U kënaqën shkodranët edhe nga e folura i dialekti i parë i vlonjatëve dhe kam përshtypjen që Shkodra dhe Vlora kanë një marrëdhënie shumë të mirë. E vlerësojnë njëri tjetrin në të gjitha bashkitë e tjera të Shqipërisë, po me Vlorën kemi pak pikë të dobët, po dhe vlonjatët e kanë pikë të dobët Shkodrën. Po, është e vërtet, Shkodra është një qytet i kulturës, edhe kështu që ne ndihemi rehat, edhe pse unë të them të drejtën era e parë që vi në Shkodër, por jam ndjerë tamam si një princesh. Më vjen mirë për këtë, pra ne sot do kemi Arom Vlore në Arom Shkodre. Tamam. Dhe jo vetëm këtë, po do kemi dhe pak arom italie, sepse Gjulieta vërtet që është një vlonjate, por jeta e saj është e lidhur dhe me Italinë, atje ku jeton. Unë nuk i quaj emigrant, ata që jetojnë jashtë kufive shqiptar, i quaj shtektar. Pra ju keni shtektuar për pak kohë, për të plotësuar disa kërkesa në jetën tuaj, por pastaj kam përshtypjen që do ktheheni një ditë në vendlindje. Do kthehesh ndonjë ditë? Dëshira është e madhe, sepse edhe për jetën artistike bëj vështirësi atje. Nëse do isha në Shqipëri, do kisha një karrierë edhe më të madhe, do kisha edhe një ndihmë, siç po më ndihmoni ju në këtë rast, po më mbështetni që të triumfoj gjithmonë me artin. Do e kisha dëshirën, po të kisha një mbështetje të madhe në Shqipëri. Sa bukur e the, mbështetja, pra jo ato që nxjerrin pretekstet e migrantët ose shtektarët nuk vinë në Shqipëri, sepse standardi jetesës atje ka burokratizma, atje është korrupsioni, ti nuk përmend asnjërin nga këto, jo se nuk ekzistojnë të gjitha, po ti pe mbështetjen. Ekzistojnë. Sepse duke qenë një grua vetëm, nuk e kam bashortin, edhe kështu që është e vështirë vetëm nëpërmjet miqve. Nëse miq do të më mbështetin, unë do të ecë. Nëse do kisha një bashort, do ishte më ndryshe, sepse është gjithmonë një mashkull që e ke krah edhe të del për gjithçka, edhe pse ndofta nuk do ishte artist, por prap ajo ke një luan që të mbron. Po, sa bukur e the? Kam nevojë për një luan. Sinqeriteti, dashur kemi hyrë në disa nota biografike, megjithatë, unë dua të bëj lidhjen se përse Gjulieta është sot në studion e emisionit Arom Shkodre, ne morëm një ndjesi shumë të mirë nga aktiviteti promovimi që është bërë në Hotel Rozafa në prezencën e shumë dashamirësve të letërsisë dhe miqve tanë, dhe vepra e vuajtur, por jo e haruar, u promovua, u diskutua rreth saj, një vepër e mrekullueshme me poezi e shkruar nga Gjulieta, të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin keni parasysh dhe ne do t'ju tregojmë gjatë bisedës edhe ku mund ta gjejnë librin, pra që ta përqafojnë, ta lexojnë, janë ca poezi shumë veçanta. Por që do rritim interesin për librin, le të kalojmë ato fazat kur ne ftojmë dikën në studio, dëshirojmë që ta prezantojmë, duke qenë se është edhe hera e parë që vjen në emisionin Arom Shkodre, kalojmë në një moment biografik ku rrëfejmë në vija të përgjithshme, sepse detajet përmes bisedës në studio do të zbulohen për të gjithë teleshikuesit, por ajo biografia e përmbledhur, kush është Gjulieta Feraj? Cilat janë arritjet e saj në fushën e artit? Kthehemi pas pak.
Giulietta është lindur në qytetin e Vlorës, në Fisin Ferraj. Baba i saj, një muzikant profesionist i filharmonikës, i përfundoi studimet në Shkollën e Muzikës në Himar e Vlorë dhe Shkollën e Lartë si ekonomist banke. Nëna e Giuliettës, Dylberia, një stiliste rrobaqepse e talentuar në veshje, stilime e të tjerë. Giulietta rrjedh nga një familje artistësh intelektual të Vlorës. Ajo rritet midis 7 fëmijëve të tjerë, 5 motra dhe 3 vëllezër. Në shkollën fillore, talenti i saj vihet re nga profesorët e muzikës dhe letërsisë. Giulietta shkruan poezi, proza, poema, romane, tregime dhe drama. Në korin e shkollës në fillore, ajo mëson nga mësuesja e saj i muzikës, këngëtarja Anita Bitri. Në përshfaqje recitonte poezi, këndonte dhe kërcente. Mbaron me notat e larta gjimnazin në Vlorë. Emigroi në Itali me familjen shumë e re në moshë, në vitet 97-98. Studioi për informatik në Itali dhe më pas për estetik, parukeri, make-up, artist, kurse të ndryshme. Gjithashtu Giulietta frekuentoi shkollën e vallëzimit tradicional tek Shkolla Shqipe Skënderbeg me koreograf burrin e saj Albert Becchia, shqiptar në Parma të Italisë. Ajo filloi koncertet e saj të para në Itali dhe Shqipëri, Gjermani, Zvicër. Më pas frekuentoi shkollën internacionale Film Theater Production në Zvicër me korrespondencë nga Italia. Mbaron Akademinë e Aktrimit me nota të larta si aktore profesioniste në Zvicër dhe Itali. Ka marrë pjesë në serialin Kthetra në Zvicër në rolin e prokurores me emrin Jacqueline. Pastaj filloi të punojë në teatrin Latern në Zvicër si aktore në një komedi, Gëzimi dhe Hidhrimi. Aty ajo punoi edhe si kostumografe dhe make-up artist, si dhe ndihmëse regjizore. U angazhua dhe tek televizion Ari, Zvicër, si moderatore dhe balerin. Giulietta është autore dhe aktore dramës Ethet, premiera e së cilës u bën në Parma, Itali për herë të parë. I jep kurse vallëzimi latino dhe të valleve shqiptare tradicionale në Itali. I kërcen të gjitha vallet moderne, valse të tjerë. Është një artiste dimensionale. Ajo ka shkruar disa libra, Lule Kuqja, ti erdhe me bukurinë e vjeshtës, Dylberia, dramën me titull Ethet. Libri më i ri i Giuliettës me poezi është E vuajtur por jo harruar. Talentet e saj nuk kanë fund. Ferraj është një këngëtare e polifonisë jugut, por edhe serenatave korçare. Ajo i përshtatet çdo lloj zhanri edhe muzikës së lehtë. Mirë, jemi rikthyer në studio, kam përshtypjen që biografia ka rritur dhe më shumë kërshërin, por le ta zbulojmë, aq sa të mundemi, se kush është Giulietta Ferraj. Lidhja me Vlorën, largimi në Itali dhe rikthimi pikërisht në Shkodër. Historia ime është një histori që është treguar tek Ardit Xhebrea, ka një mesazh për ty. Është një histori e dhimbshme, sepse unë jam një femër shumë e vuajtur, kam një histori të trisht mbas shpine. Dhe librin e kam titulluar E vuajtur po jo e harruar, për faktin sepse shumë femra si unë kam vuajtur dhe vuajnë, por ne kemi Zotin, nuk jemi vetëm. Kështu që edhe një thirrje u bëj femrave nëse do na ndjekin, që mos të shkojnë në ekstreme duke i bërë keq vetes apo fëmijëve të tyre, nëse për fat të keq u bie në jetë një bashort jo i denj, ose një, mund ta quajmë midis thonjzave, një kriminal që e dhunon femrën psikologjikisht dhe e çon në atë buzën e varrit, i themi ne, që mund t'i bëj keq vetes. Ky ka qenë mesazhi. Jeta juaj nisi si çdo vajzë tjetër, me atë plotësimin e ëndrave të shkollimit, me profilin ju keni mbaruar për informatikë, ashtu siç u tha edhe në biografi. Më pas keni vazhduar edhe kurse të ndryshme të artit. Pra, kam përshtypjen se nisja e jetës suaj ka qenë normale si çdo vajzë tjetër që tenton në përpjekje sakrifica dhe me mbështetjen e familjarëve të realizojë disa nga ëndrat e saj. Shoh që largimi u bë herët në Itali. Pra, mosha, ju keni pas një moshë relativisht të re. Sa mbarova gjimnazin, do me thënë dhe u largova, kur ka qenë lufta e Vlorës. 97, në këtë periudhë keni shkuar në Itali, dhe pastaj jeta juaj vazhdoi atje. Por, nga një herë, është shumë e rëndësishme që ndoshta dhe neglizhojmë varet cilët persona ne i takojmë në jetë dhe që bëjmë pjesë kryesore, ose kyçi jetës tonë, ose na japin suport,
ose na kthejnë në regres mbrapa. Kam përshtypjen se çështja e lidhjes me një person, pra krijimi një familje, nuk shkojnë atë rezultat të pritshëm që ju kishit për veten. Jo, po, kam patur një bashort jo të denj, që nuk e meritonte të rinte në krahun tim, e kam larguar nga jeta ime, më ka persekutuar për shumë vjetë, vazhdon të më persekutoj, disa herë me kërcënime, disa herë për jetën, janë munduar edhe të më helmojnë. Kjo ka qenë një pjesë shumë e vështirë, ka ndodhur para një viti. Ai është rimartuar, por përsëri me këtë grua që ka, vazhdon të më persekutojnë. Kjo mu ka sjell dhe pengesa në art, sepse ata janë njerëz që thirrin organizatorët e eventeve në Itali për të prishur eventet e mia. Domethënë kanë një të keqe brenda që nuk po i ndal, edhe pse i kam denoncuar, shpresoj t'i ndali ligji, sepse unë nuk i fliq duart me njerëz që nuk janë të denjë të rinë jetën time. Kam kalu vështirësi, jam kthyer në Shqipëri mbas një viti shumë të vështirë, sepse kam patë edhe nënën që ka psuar një frakt nga këto shqetësimet e mia, është operuar, tani ka dalë, prita sa të hapte syt, dhe kështu me ndihmën e Xhelalit arrita të vi këtu në Shkodër edhe të realizoj librin tim që e kam shkruar me aq dashuri, me aq ndjenjë dhe me pasion. Okej. Në aspektin artistik, ju keni dhe botime të tjera. Po, ky është libri. Keni shkruar edhe pjesë për dramë. Më ka bërë shumë përshtypje angazhimi juaj në një serial në Zvicër. Le të flasim për këto pasionet e tjera, botimet e tjera që janë realizuar, Juliet. Nuk po ndalemi shumë tek jeta juaj, se e shoh që ke gjetur shumë forcë për ta te i kaluar, pavarësisht se ndoshta ende shikojnë gjurmët e një mërzie, një dhimbje, se nuk mund të fshihen ashtu. Domethënë njeriu nuk është një kompjuter që riprogramohet nga e para, ne udhtojmë bashkë me të kaluarën tonë. Megjithatë ti e ke gjetur forcën edhe jenë dalur dhe në botime dhe në poezitë të tjera të shkruara të përmbledhura me emra të ndryshëm në vepra. Po, ky është libri i 6. Unë kam shkruar edhe një dramë titulluar Ethet. E kemi zhvilluar, e kemi dhënë për herë të parë në Parma në Itali, ka patë shumë sukses. Akademinë e Artit si aktore kam mbaruar në Zvicër, make-up artist. Do t'i marrë me radhë, se nuk dua që t'mi kalosh shpejt. Një dramë. E vendosur në Parma, në çfarë rrethanash dhe përse fliste drama? Drama Ethet është një dramë që është përmbledhur jeta ime, vojtjet e mia, por sigurisht me personazhe të ndryshme, sepse asnjëherë nuk vjen personazhet e vërteta të jetës. Aty ka patur një përmbledhje të jetës time në një dramë, sepse ose mund ta quajmë monokorodram, sepse ka brenda tragjedi, ka vallëzim, ka një dashuri, ka gjithçka të përmbledhur. Në Shqip apo në italisht, duke qenë se është në Parma? Në Shqip. Në Shqip për audiencën për audiencën shqiptare të komunitetit shqiptar që ne kemi. Ka shqiptarë në Parma, besoj që shqiptarët janë kudo në fakt, po nuk e di nëse Parma ka një përqindje të madhe të shqiptarëve. Në Parma ka shumë shqiptarë, besoj, ka shumë shqiptarë dhe e shoh që kjo ka prekur shumë, do të doja edhe një ditë ta shfaqja në Shqipëri, por me kismet jemi mirë. Sa role ka përgjithsisht? Janë 4-5 role. 4-5 role që luajnë. Po, që luajnë. Aktorët u gjendën në Parmë, ka shumë artista që kanë emigruar për një jetë më të mirë. Jo, i kanë gjetë nga Zvicra. Nga Zvicra. Po, aty ku kam patur ndihmën e regjisorit tim, ai më ka ndihmuar që kemi bërë rolet, ka gjetur gjitha për t'i realizuar dhe kështu që ja kemi dalë, po që i ka marrë, janë shqiptar të Kosovës, po që janë të shkolluar në Zvicër. Okej. Pra një dramë që pati spektatorët u luajt në ndonjë ambient i ngjajshëm teatr, një sallë, diçka e tillë në Parmë? Po, në një sallë teatrale, po ka patur shumë sukses. Këtë e kam zhvilluar edhe në një intervistë italiane, sepse edhe aty kam goxha intervista që më kanë kërkuar sepse shikojnë profilet e mia, që jetoj në Parma, që jam një artiste shqiptare, jam dimensionale dhe shpesh më thrasin nëpër mediat italiane. Qartë. Ju mbaruaj për informatik, por nuk e di nëse e shfrytzuat ndonjëherë këtë lloj profesioni. Sepse shoh që etja juaj për shkollim, për të eksploruar në fusha të tjera nuk ndalet.
Jo, në fakt unë kam patur vllajin tim që ka qenë drejtori i shkollëve të gjuhëve të huaja në Vlorë, ai që nuk jeton më për fat keq, e kam përmendur edhe tek Arditi dhe aty kam marrë hapat e para të informatikës. Do me thënë që e vogël ka të me 15 vjeç edhe kur erdha në Itali më është dashur sepse kam bërë ndihmës regjizore në Zvicër me regjizorin tim dhe kështu që më duhej komplet pjesa, do me thënë jam me aft tek kamera, tek fotografia, tek pjesa e xhirimeve. Dhe fotot e realizuara jemi kënaqur kur kemi parë. Ke një shije shumë të bukur, të hollë, të këndshme, nxjerr imazhene e fermës shumë delikate, të brish, por dhe të vendosur në disa fotografi. Lidhja që keni me Zvicrën, se shoh që shumë bashkëpunime duket sikur janë në të dyja shtetet, Itali, Zvicër. Nis në Itali, por që merr suport nga Zvicra, mbështetja nga Zvicra, pse? Sepse 5 vjetë jam diplomuar aty si aktore në shkollën internacional film teatr dhe fillova punë në teatret zviceriane, do me thënë në gjuhën në gjermane, por duke patur vështirësi sepse pjesët shpeshherë i mësoja në përmendësh për të interpretuar, gjermanishtja nuk e transmetoj dot aktrimin në një gjuhë të huaj ashtu si në gjuhën shqipe. Prandaj më pëlqen të interpretoj në gjuhën shqipe pjesët e filmit, e roleve, nëse do të më jepen nga regjizor shqiptar, qose janë të Kosovës, të Maqedonisë, sepse më kanë kërkuar. Pra të pëlqen, te aktrimi, jashtëzakonisht të pëlqen Aktrimi, po, shumë. Ke bërë dhe kurse dhe shkollën, domethënë. Po, shkollën e aktrimit. Çfarë të tërheqte aktrimi? Aktrimi më pëlqen sepse dua të jem vetvetja dhe të transmetoj gjithmonë atë ndjenjën që kam brenda, ta transportoj tek dëgjuesit, jo thjesht sikur po lexon, por ashtu si jeta reale, dua jetën reale ta sjell në televizion. Kjo është pasioni ose mund të them shpirti një artisti, të sjell jetën reale, ta sjell jo të flasi si një robot para një kamere, po të jetë vetvetja, me ndjenjë, me pasion. Po, kjo lidhet dhe me atë çfarë ke kaluar në jetë? Po, lidhet shumë, sepse kur një femër është e vuajtur, ja ka dalë vetë gjatë gjithë jetës, kjo ndihmon shumë kur regjizori t'jep një rol filmi. Sepse nëse do m'jepte rolin e një nëne të vuajtur, unë do e kryeja shumë mirë. Po, në aktrim edhe mund të mos zgjedhim, apo ti je specifikisht për të role. Sepse aty duket sikur nxjerr shpirtin tënd dhe e ke të nevojshme ta nxjerrësh shpirtin tënd qoftë edhe përmes një profesioni që të lidh me artin. Por regjizorat zakonisht kur zgjedhin rolet e filmave, zakonisht e din karakterin e aktorit, imazhin nëse i përshtatet dhe jetën që ajo ka kaluar nëse ajo do ta transportoj me ndjenjë këtë rol për publikun. E kupton sa e rëndësishme është karakteri që zgjidhet i një femre në rolin e saj që i përshtatet në një film. Okej. Në biografin tuaj, në postimet e vazhdueshme, se do ndalim edhe te kjo pika e postimeve, domethënë sepse je një zër shumë i fuqishëm në rrjetet sociale dhe ndoshta gjithë televizionistët e kanë bërë lidhjen që në imazhin e parë kur e pan lidhën emrin, lidhën imazhin dhe kuptuan ato postimet e vazhdueshme që ti bën. Me siguri tani po klikojnë, po dhe mendjen te biseda, jo vetëm te klikime. Edhe kërcimi, edhe e kënduara. Tani e lidhi me kërcimin. Ish bashorti im ka qenë koreograf i diplomuar në Tiranë, ka emigruar shumë shpejt në Parma dhe unë aty kam njohur sepse ishte një shkollë që ai jepte kurse dhe jam futur aty për ta përvetësuar atë talentin e vallës popullore dhe duke u bërë pastaj gruaja e tij, më ka ndihmuar. Filonjatja që kërcente mirë pa ikur në Itali. Ajo gjimnazistja që kur bëshim mbrëmje do të ishte gjithmonë në qendër të vëmendjes në kërcimet e ndryshme tradicionale tona që i kemi. Po, është e vërtet. Isha gjithmonë e përfshirë në aktivitetet shkollore që e vogël dhe kështu që ato doja t'i përvetësoja. Po, 2 vite është shkollë që e kanë ngritur shqiptarët atje që dim më shumë. Po, janë. Shumë mësojmë dhe çfarë bëjnë emigrantët, domethënë çfarë jete artistike kulturore pavarësisht vështirësive të emigrimit, integrimit, por a mbajnë ata një pjesë të Shqipërisë me vete duke bërë organizime të tilla? Është, tani nuk e di sepse unë nuk marr më pjesë që kur kam lënë ish bashortin, por kur isha unë ishte shkolla quhet Skënderbeg,
është emri i heroi ton, dhe aty jepen kurse të ndryshme, por nga sa kam dëgjuar nuk ekziston më, por unë tashmë e kam bërë timen dhe jam unë ajo që jap leksione tani. Vërtet, tani jep ti. Po, nëse më kërkojnë për shembull çiftet e reja që duhet martohen për të mësuar ndonjë valser, sepse i kërcej dhe vallet latine që i kam mësuar në Zvicër, i di vallet popullore shqiptare, i di gjithçka, valserin, nuk ka gjë që unë nuk kërcej. Po, një vlonjate, ku e vëtheksin kur kërcen në vallet shqiptare? Domethënë çfarë ndjen te vallja shqiptare? Ku përpiqesh ta bësh mjafton të sa më elegante, sa më të bukur, sepse kam përshtypjen në çdo gjë që bën ti vë shpirtin. Po, e vë shpirtin. Valseri është një vallëzim elegant që i përshtatet çifteve, por vallja e shtruar e jona më e bukur është Napoloni dhe ajo Pogonishtja, Vlora e ka dhe Pogonishtja, klarineta që të çmend kur e çon klarinetën në fund. Më ka bërë shumë përshtypje, se ndoshta po ndal pak nga tema. Shkodranët e din Pogonishten, por kur i thua shkon në një dasëm në jug të Shqipërisë, ti thua Valli i Tropojës nuk para fort. E kërcej Vallin e Tropojës. Po ti po, se ti ke bërë kurse dhe ke bërë prova dhe ju jep mësime dhe të tjerëve, po përgjithsisht po flasim për gëzimet e ndryshme familjare. Më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë që në Shkodër po të shkosh në një dasëm, ta kërcejmë Pogonishten shumë mirë. Pra janë shumë më të prirur për të mësuar të gjitha vallet e Shqipërisë. Ndoshta vallin Çame kanë shumë të vështirë. Domethënë janë 2-3 që mund të kenë ndonjë gemë të ndryshe nga jugu, nga Çameria, pra e kam se është më specifike të hapat, por kur vjen puna për Pogonishten po shumë mirë. Ama po të shkosh në jug, e të vendoset, leqës vendoset, por edhe po të vendoset Valli i Tropojës, e kanë të vështirë. Pse nuk vendoset? Sepse janë rritur me Pogonishten, janë rritur me çdo krain, çdo zonë ka ato pëlqimet e veta. Për shembull, nëse unë do rritem me vogël me muzikën e jugut, vështirë si valltare tani e kërcej, po mos me qenë valltare, me kërcy Vallin e Tropojës, një jugut e ka të vështirë. Ndoshta Shkodra është më kështu, më liberale. Shkodra është një misto. Ndaj preferencave. Domethënë, do që ti di të gjitha, pra janë më të vullnetshëm për të mësuar. Ndërsa jugu është më tradicional, më besnik i këngëve të veta. Po, do të rritë vendi vetë, nuk do me... Më ka qelluar të shikoj një vallë në jug, fillim barim, tek tuk ndonjë Napolon, por vetëm Pogonishten nga fillimi deri në fund. Dhe sidomos ai motivi kur i vendosen para çiftit, personi e ka vallën i pari, e bën 2-3 rrotullime në sallë, pastaj shkon në fund, shkon tjetri, dhe ashtu lodhesh. Është pak e zgjatë. Jo, du me ndryshu. Du me ndryshu, do me thënë në një ambient si shkërcyem sot, në Shkodër jemi, se bëm edhe një drek shumë të bukur, fantastike. E ndjeve që në Shkodër, do me thënë nga alegria dhe gjërat që krijon? E ndjeva nga theksit folurit, po muzika e bëm një misto, kështu që këndoj një kolegu im nga Shkodra, këngë të letë, pastaj unë pak nga jugu, po kërcimet i bëm misto, nuk futëm vetëm jugun. E, kuptoj. Të ka qelluar si këngëtare herë mbas here të marrësh pjesë në për shfaqje të ndryshme? Po, më kanë kërkuar. Që të bëjnë të ndihesh mirë. Se kam përshtypjen jo me shumë fat që eksperimenton të drama, eksperimenton të poezia, të kënga, të vallëzimi. Pra, shpirti jot mbushet në shumë drejtime. Nëse tani do bësh të, pas pak kohë do bësh të tjetrën, pra je një fermer plotësuar artistikisht. Po, dhe kur më thrasin për shembull kur kanë festa jo fejesa, jo dasma kështu, unë kënaqem sepse dasmat më japin shumë kënaqësi, më duket sikur unë po rimartohem kur shikoj çiftet. Vërtet? Dhe e përjeton emocionin. E përjetoj emocionin e çifteve, është gëzim shumë i madh dhe kur çifti ngelet i kënaqur me veshjen time, me pamjen time, me këngën time, me ato çka këndoj dhe brenda albumit të jetës tyre kanë vënë dhe mua nuk ka kënaqësi më të madhe më beso Kozeta. Po, kam përshtypjen se ti je shumë e brisë dhe shumë e ndjeshme. Kam përshtypjen që ndjenjat e tua janë edhe të thella, po je shumë e ndjeshme, e kam fjalën në kuptimin e sipërfaqes që preke shumë kollaj. Më ka bërë shumë përshtypje sot të promovimin, do kemi më pas edhe një reportazh se çfarë ndodhi gjatë promovimit, fjalët e bukura, interpretimet, gjithë ato që u bën vlerësime gjatë promovimit. Por teksa dikush fliste me fjalë zemre dhe jepti një lloj vlerësimi, ti emocionoheshe, unë nuk e kam shehur as nga montazhi. Ashtu? Po. Ti me duar shumë e fshi e lotët. Dhe aty kuptova që jetë tmerrsisht e ndjeshme dhe persona të tillë është pak e vështirë në realitetin e sotëm
të mbeten të palënduar, edhe nga gjërat më të vogla. Jam lënduar shumë. Jam lënduar shumë, të ecësh sot një femër vetëm në artë, nuk e ke iden se sa bryla më kanë shty, se sa herë më kanë penguar, por unë kam besim të Zoti dhe mi ka hapur rrugët, ja sot jam këtu me ty. Mi ka hapur rrugët, më janë gjithmonë nga xhelozia, apo më shikojnë si diçka të paritshme, diçka që është bosh me jetën e tij, shikon mua që e kam plot, do të më pengoj. Po i madhi Zoti hap krejt rrugët, më beso. Pra ti beson të shumë besoj të Zoti. Nuk ka ditë që unë nuk lutem, nuk ka ditë që nuk e falenderoj dhe i them mi largo të lisht edhe më sill në jetë njerëzit e mirë, se kam nevojë për mbështetje për njerëz të mirë. Okej, unë duhet ndalim të poezia, sepse kjo është edhe arsye që ka ardhur në Shkodër. Patjetër. Nëse përmendëm disa gjini arti ku ti dashur pa dashur dhe në ato lëvizje koreografike ti nxjerr një pjesë e shpirtit tënd në shikim, në duar, në gjese, te drama, ti jepet një mundësi, një dorë shumë e mirë te fjala artistike, sepse aty tregon ke mundësi të tregosh një histori personale, por që e sjell si një model për gratë, se ti e nisë me një mesazh shumë të bukur, që në fillim, gra, mos lejoni që ta abuzoni, merrni veten në situatën tuaj në dorë, e thënë ndryshe. Bravo, tamam. Por poezia është më detajiste. Ajo të nxjerrë dhe qelizën më të fundit të shpirtit, ta jep këtë dorë. Krejt. Si nise të shkruash poezi? Atëherë, ka filluar kështu. Isha rreth moshës adoleshente 12-13 vjeçe dhe vinte një muzë, asun se kuptoja, më vinin mendime në kokë dhe i shkruaja. Po nga që mosha delikate, tushme, i fshia poshtë jashtëkut kuflia. Mirë po vllai im i gjen, i kish lexu dhe e pash që po qeshte, thash, pse i ke marrë poezit e mia? U turprova, se më dukesh si turp t'i shkruaja dashurisë kur unë nuk di qa është dashuria aq e vogël, apo t'i shkruaja jetës, vojtjet, mamit, babit. A i më tha, po ne pas kemi një artiste këtu në shtëpi, babi, vlla yt do ta publikoj këto mblidhje, do ta bëj një libër. Po ai nuk arriti, pastaj se e humbi jetën nga një tumor. Dhe unë në ëndrrën e atij e vazhdova, sepse më tha vazhdo se ke shumë talent. Nuk e kam lënë që atëre. Ai që atëherë. Se e kam vazhdu. Do me thënë, e nisi ai e zbuloj. Në te vëllajin. Edhe kam vazhdu. Për që shkruaje kur isha aq e vogël? Çfarë shkruaje? Ato që me emociononin, kisha 2 prindër të mrekullueshëm që kanë rritur 8 fëmijë. Shikoja kur... Shumë interesante, se edhe në biografia thamë pak më përpara. Do me thënë, ti e thua aty që jam rritur mes 7... Shumë vojtjesh. 7 fëmijëve, pra 8 fëmijë. Me një rrogë. Me rrogë, si ja kanë dalë ata prindër? Aty në Vlorë. Shembull, me të vërtetë. Një shembull, mami shumë ekonomiqare, stiliste, roba qepse, detajiste. Imagjino kur u martuan dhe çuna 3 vëllezër, imagjino 8 dhe ishim 10, 3 nuse, 13. 13 vetë që nuk ja dilte dot me bë 2 buk, 3 buk në ditë. Sakrificë shumë e madhe. Heroin. Nëna ime dhe prindit e mi janë heroin, të 2. Okej. Vëllezërit motër tashmë janë... Të gjithë në Itali. Në Itali janë të gjithë. S'kam njëri në Shqipëri. Pra në Shqipëri nuk ka asnjëri. Kam vetëm ju. E kuptoj. Kështu që kur vi në Shqipëri, unë kam vetëm ju. S'kam asnjë. Po dua të kap vetëm edhe ato momentet e bukura për ta ëmbëlsuar bisedën, që dua të heq trishtimin. Po do të jap edhe vlerat që i ke dhe i meriton. Në biografi thuhet që nëna jote ka qenë një stiliste dhe bënte gjëra shumë të veçanta. Kam përshtypjen se këtë ta ka përcjellur dhe ty. Po. Sepse para se të vinim në studio, më bëri shumë përshtypje dhe thash sa i bukur veshja. Po. Se shumë veçante, stilizuar, shumë bukur. Nuk është nga veshje që ne mësuar që i marrim rëndom në për dyqane sa do të shtrenjta. Po, e kam stiluar. Pra ti e ke stiluar vetë këtë. Po. Për pikërisht për këtë ditë. I stiloj për ditët e veçanta. I dhash dhe ngjyrën e kuqes si trëndafili librit, që t'i jepja pak jetë vojtjeve të mia. Nuk jam e harruar nga Zoti, por nuk jam e harruar as nga juve, sepse po më kujtoni nëpërmjet intervistës. Është vërtet. Rikthehemi sërish tek poezia. Pra ju përmendët poezitë e para, ishte vllai që ju nxiti, pastaj ai motiv ju shoqëroi gjatë gjithë jetës, ju duk si një amanet ndaj vllait dhe ju e vazhduat të rrugë.
E ke vazhduar dhe si nevojë të shpirtit, se ngaherë nuk i bëjmë gjërat vetëm thjesht për hatur të një motivi apo një amaneti, por ta kërkon shpirti. Ne bëjmë ato gjëra në jetë që na e kërkon shpirti. Nga ato poezitë e para që ishin të pafajshme, ne kaluam në disa poezi të tjera, një tematik që lidhet kam përshtypjen me realitetin cilin ti jetoje. Po. Gjithçka që unë përjetoja, nëse do isha duke vuajtur, e hidhja në varg. Nëse kisha diçka të gëzueshme, për shembull kur kam marrë për herë të parë gocën në dorë, që u bëra nën për herë të dytë, e kam hedhë në varg. Nëse do kisha dikë që më ka penguar, më ka rrëzuar, më ka dhembur shpirti, e kam hedhë në varg. Nëse shikoj një femër që nuk ja del, është e dobët, e hedh në varg. Jeta e përditshme e imja është një varg. Poezia pasaj të çliron shpirtin? Doje që ta lexonin sa më shumë, se pasaj bën dhe publikimin e saj. Po, do të doja. Të pret efektin e saj. Po, do të doja që librat e mi të arrinin në çdo lloj të çdo femre. Edhe meshkujve pse jo, por në duart e çdo femreve që t'u jap pak forcë, sepse më ka ndodhur nëpërmjet intervistave të mia, shumë femra, nëna të vuajtura, më kanë thirrur dhe më kanë thënë, "Xhuli, unë kam ndryshuar, ti më ke dhënë forcë, më përpara nuk e mbaja veten, tani jam bërë më e bukur, e dua veten, kam filluar të kujdesem për veten, nëse ka patur një ndarje për fat keq, i ka dhënë forcë fëmijëve dhe unë dua të jem një forcë për nënat e tjera, jo një gjë e dobët. Por edhe unë e forta kam nevojë për ju. Se edhe të fortët ndonjëherë kanë momente që të dobta, që ndofta kanë një peshë që nuk e mbajnë dot në ato momente. Mund të jenë disa momente, por edhe të fortit kanë nevojë për mbështetje. Okej, ka ndryshuar tematika, guximi, eksperienca, përvoja të gjitha këto në mënyrën se si shkruan sot poezi, krahasuar jo shumë larg, nuk krahasoj me moshën më të fëmijërisë, po me një 5 vjeçar, sepse jeta na ndryshon, na përplas në dallë të tjera. Po. Ke ndryshuar totalisht, je pak më ashpër, je pak më revoltuese. Mesazhet e mia duhet që të japin, kur shkruaj një poezi, qëllimi është të jap një mesazh publikut, lexuesit, të jap forcë, jo vetëm thjesht një mesazh bëj, sepse nuk jam askush t'i them dikujt bëj, por nëpërmjet vargut ti transmetoj diçka të bukur, qoftë ajo forcë, qoftë ajo një nuk e di, një ndjenjë dashurie, një përkëdhelje, sepse çdo varg imi ndofta është një përkëdhelje për një nën, për një femër, për një mashkull, për çdo lloj njeriu, për një fëmijë, se unë shkruaj shumë edhe për fëmijët. Qartë. Duke pasur parasysh poezi që u zgjodhën sot për të lexuar. Ishin disa që donin një kurajo shumë të madhe që të thuheshin gjërat troç. Dhe kjo ishte e jashtëzakonshme, sepse ne çfarë ka sot? Përgjithsisht, sepse duhet bëj, ka dhe njerëz që bëjnë përjashtime, poetë që bëjnë përjashtime. I zbukurojnë. U vi vërdall. Bravo, përdor një figuracion që ti duhet ta lexosh 5 herë një poezi që të marrësh vesh se çfarë ka dashur të thotë. Ti je shumë e drejtë për drejtë. Direkte. Po shumë direkte. Dhe ka problematikën e thellë, jo ato sipërfaqësore dhe pastaj njerëzit ta zgjidhin vetë se e kanë aty të tyren personale, e kanë të fshehtë dhe nuk kanë nevojë ta dinë të tjerët. Direkt i bie në plag. Po. Është jeta e tillë, ne jetojmë në ditë shumë të vështira. Dhe njerëzit kanë dalë nga rruga e Zotit. Duke ju shmangur Zotit, kanë marrë një rrugë tjetër dhe literatura, unë e shikoj që literatura për shqiptarët është bërë e vështirë, e kanë më të lehtë me shku me kalu disa kohë në minuta në rrjetet sociale, se sa me lexu. Por duke hedhur disa poezi të forta në rrjetet sociale, unë i ngacmoj ndjenjat e tyre. Atëherë kur u pëlqejnë, fillojnë dhe thotë, kjo që ka një shkrimtare tamam se është direkt të godet, dhe ma blejnë librin. Po, ka meshkuj se unë duhet vendos një poezi që ka marrë jashtëzakonisht klikime e juaj në rrjetet sociale, po du ta vë ashtu bio, siç e ke vendosur, do ta vendosur pas pak. Atë ka armiqësuar me burrat. Ky stil i të thënit të gjërave. Do me thënë, ka ndonjë që shkruan në privat ose edhe te komentet të tipit shpun ke me burrat, që ke gjithë urrejtje, sepse mund ta marrin, ti urren burrat.
ai që është një burr me 2 r, asnjëherë nuk e merr si vrejtje për vete. Po ai që është i dobët dhe i djeg aty dhe i si gështenja në zjarr paf, ai ka bërë shumë gabime në jetë. E kuptoj. Mua më ka qellu të gjitha postimet e tua, ti hy komenteve. Domethënë ti lexoj, ne bëhemi kureshtar, po mirë, i ka thënë gjërat kaq troç, sepse është opinioni publik është një peshkaqeni i tmerrshëm. Domethënë ka më shumë prirje të haj, të gjej pikat e dobta, të ti përmend etj etj. Më ka bërë shumë përshtypje, komentet janë shumë mbështetëse. Po, unë jam falenderuese. E ke eduku, se kam përshtypjen këtë probleme ke pasur në postimet e para, derisa krijove autoritetin tënd në rrjetet sociale. E kam edukuar. E ke edukuar, kam përshtypjen. Po, e kam edukuar, ata e njohin tash karakterin tim. Këtë kam përshtypjen. Kush jam unë? U habita se ka mundësi aq mbështetës. Domethënë sepse mund të dalë një njeri në fundit edhe Krishtin e persekutuan dhe e vendosën e lidhën dhe e vranë. Se me vete po Gjulietën në rrjetet sociale. E hanë të gjallë. Jo. Fillimi ka qenë i vështirë, kam përshtypjen. Fillimi ka qenë shumë i vështirë. Kam patur mbështetje nga momenti që historia ime ka dalë tek Ardit Xhebrea dhe ato ka ndiku dalja në një media kombëtare, po. Ka ndiku historia ime dhimbshme dhe e shikojnë që un kam shumë dhimbje brenda, nuk jam aty për të sulmuar meshkujt, por jam për të mbrojtur veten dhe për të mbrojtur ato femrat e dobta që nuk ja dalin. Dhe kërkojnë forcë, ndofta të një varg, ndofta tek unë që më shikoj një diçka të fortë, të hekurt, dhe s'ka shans që një burr të më ofendoj mua në publik. Okej, unë dëshiroj ta vendosim atë poezinë. Patjetër. Nuk të kam thënë më përpara që do e vendos, por unë e pëlqej kaq shumë, sepse momentin që e kam parë, jam përlotur. E mënyra e interpretimit e jotja dhe fjalët e zgjedhura janë një perlë. Ajo është, kam përshtypjen poezia jote më e bukur, megjithatë unë nuk e kam lexuar ende vetëm tek tu ndonjë poezi nga librari, sepse ti sa erdhe në Shkodër sot, e promovove dhe unë do zhytem dhe do të kemi sërish një komunikim bashkë në rrjetet sociale me këto që na ofrojnë teknologjia. Ndjekim një moment poezinë që unë kam zgjedhur, kam përshtypjen do pëlqejet. Vërini vëmendje, mos u merrni me punë të tjera, dëgjoni poezinë nga fillimi deri në fund. Burri nuk është burr, thonë. Nëse emri i tij nuk thërritet nga një grua, aty merr kuptim jeta vazhdon, quhet me vlera të çmuara. Njeriu ka nevojë për njeriu. A e din ti? Nuk jemi krijuar të rrim vetëm, por ndonjëherë hallet, fati, na bëjnë ta ngrysim filli ka tjetër. Të dua, një fjalë dashurie më i grua. E thonë të gjithë, ashtu u gjynjësuar. Për meshkujt është një fjalë zari, për burrat e vërtet është një peshë rënd kandari. E lum ku shtapull shpirtin sot, se lëkurën ta posin të gjithë, o femër. Dikush lundron në sipërfaqe gjëmot, mbytet në dashurie në zemër. Dhe frika të mban ashtu, të frenuar. Ashtu si një kalërus kalin mos të ik, e ruan zemrën me korac forcuar, se mos dikush të angull prap një thik. I flas zemrës në heshtje. Mos ke frikë, unë nuk të braktis. Si që më braktisi mua fati në lulen e rinis. Shqyqyr që poeti ka muzën shoqe, e derdh dhimbje në letër mes lotve. Aty rësirës së dhomës në ndritën e kandilit, me shpresën se dielli sërish do të lindi. Ja, rikthejmë në studio, nuk e di se çfarë efekti do kisha dashur, po sikur të ekzistonte një teknologji që gjitha opinionet tuaja që jeni aty nga shtëpia që po na ndiqni, ti merrja të gjitha me një herë dhe të kisha të ndjesin tuaj, se si e keni përjetuar këtë poezi, interpretimin brillant që ka bërë
Gjolieta, unë të përgëzoj edhe si aktore, po dhe si poete për fjalët e zgjedhura në këtë poezi të mrekullueshme. Këtë e ke interpretuar edhe tek promovimi i librit që ne bëm sot, do të kemi mundësi, unë e thash, në fillim të kemi një reportazh dhe një përmbledhje të shkurtër të këtij promovimi që është bërë në qytetin e Shkodrës, por le të vazhdojmë dhe pak me bisedat rreth poezisë, e vuajtur por jo e harruar. Unë e kam librin në dorë, por disa do thonë, okej, se e kemi ngjallur kureshin që ata dëshirojnë që ta kenë. Ku e gjejnë librin? Librin zakonisht me që jetoj në Itali e shes online, më therasin, u dërgoj në për banesat e tyre. Pagesa e librit është 10 euro, nuk e kam qërë shumë 10.000 lekë shqiptare, ose mund të gjejnë edhe në librarit që ndodhen në qytetin e Shkodrës, sigurisht do të lej dhe këtu, për shkodranët. Gjithmonë duke kontaktuar në rrjetet sociale, në adresën me emrin tuaj, Gjolieta? Po, Gjolieta Ferraj Artista. Okej, kryesisht në Facebook jemi shumë aktive? Po, kam faqen time zyrtare, janë gati rreth 20.000 ndjekës, janë goxha, dhe zakonisht kam shitur në gjithë botën libra, të riqen shumë, dhe çmimet janë të arsyeshme, kështu që do vazhdoj kështu. Gjolieta, je ndikuar nga ndonjë poet që e adhuron, apo është thjesht një si që është krijuar direkt nga ajo që del nga shpirti juaj? I preferuari im ka qenë gjithmonë Andrit Roagolli, dhe duke qenë se kam qenë nuse në atë familje, më ka transmetuar shumë, edhe unë dua ta vazhdoj të transmetoj shumë publikut. Sa bukur që e thatë këtë. Po. Pra në të familje ka dhe gjëra të bukura për cilat patjetër ti kujtohesh dhe i sjell patjetër sot. Nuk e di nëse edhe këtu nga studia do zgjidhen ndonjë poezi për ta lexuar. Po. Është ndryshe nga studia. Unë po ja jap librin. Po. Pa zgjedhim një kështu. Një që duket që e ke më afër vetes. Ose që dhe mund t'i përshtatet e emisionit tonë për gjithë audiencën që janë të ndjekur. Nuk ka rëndësi. Çfarë mund të zgjedhim? Më bëri shumë përshtypje për zgjedhja e poezive sot në promovimin e librit, pasioni që i dhanë, në interpretim, bile aty zbuluam edhe shumë miq tanë që nuk e dinim se rezitonim, po i kishte frymzuar libri që po e mbani në dorë dhe ata shfaqin një anë tjetër të tyre. Kam frikë të dua marrëzisht. Dhe me të vërtetë kam të frikë. Kam shumë propozime, por kam frikë. Nuk e marr guximin të lidhe me dikë sepse kam frikë. Nga se ke frikë? Kam frikë se mos lëndohem sërish. Po nuk do t'ishte mirë që njerëzit guxonin dhe të provonin? Po, unë them lumë ai që nëse do arrit dikush të hyjë në zemrën time, Allah të qumshti nënës. Sa bukur e ke thënë, si vlonjate. Tamam, si vlonjate. Okej, e dëgjoj poezinë. Vazhdoj. Kam frikë të dua marrëzisht. Kam frikë të dua marrëzisht. Se mos lëndohem si dikur. Kam frikë të puth buzën çmendurisht, se mos digjem e shuritur. Kam frikë t'i prek duart e tua. S'dua të ndjej dhimbje lamtumire. Kam frikë ta bëj krarorin tënd jashtëk për mua, se mos mi prish ëndrat e më lëzgjuar. Kam frikë kafen ta pi në shoqëri, se mos një ditë më le braktisur. Ç'të bëj e marrosur, në pleqëri, sheqeri në filxhan do të ngelet pa tretur. Sa bukur. Një mrekulli, vërtet shumë bukur. Kënaqësi. Shumë bukur. E vuajtur, por jo e harruar. Këtë vepër ju mund ta keni duke klikuar në rrjetin Facebook Gjolieta Ferraj, autorja direkt do t'ju kontaktoj, do t'ju bëj të mundur që librin që ta keni. Nga ana tjetër ekziston dhe mundësia pranë librarive në qytetin e Shkodrës të gjeni kopje të librit, por nëse do të hasin ndonjë vështirësi, pra për ta gjetur atë, mjafton në rrjetin social Facebook Gjolieta Ferraj dhe komunikoni me autoren. U habita sot në promovim që të gjithë thanë, unë e kam mike në Facebook 5-6 vite. Ne kemi komunikuar për herë e parë që shikojmë nga afër. Dhe aty nxjerra konkluzionin që jeni një person shumë i thjeshtë dhe modest që i ktheni përgjigje njerëzve, duke menduar numrin e madh të ndjekësve, 20.000 ndjekës në rrjetet sociale. Po, kur mundem për shembull kur më kërkojnë librat ose kur më bëjnë oferta për fejesa, për dasma, domethënë lidhur gjithmonë me jetën artistike, atëherë normal, nuk përgjigjem
do të gjithve se më thonë mirëmëngjes artiste, me mbrëma komplimente të ndryshme, I falenderoj me një video në story, por nuk mund të përgjigjem të gjithve. Por nëse bet fjalë për veprat artistike, patjetër që duhet me u përgjigje. Po patjetër, se në fundi ka dhe nga ata që ti I ke të dhënat në rrjetin social, se më ndodh mua kjo. Po. I ke të dhënat në rrjetin social dhe të bën pyetjen, po nga je? Po sa fëmijë ke? Po sa fëmijë ke? Po e lirje, e marturje. Kështu që të nisim pyetje nga fillimi dhe ne nuk kemi kohë për të humbur për këtë. Dhe unë them, e përdor më shumë për komunikim me publikun, pra nuk kemi kohë. Jam agjenci marteses. I kam thënë dikujt dëgjoj, prezantohem, jam 50 vjeç, jam I divorcuar ose më ka vdek gruaja. Direkt pa thënë përshëndetje. O zot thash, po ç'a jam unë? Agjenci martese dhe vë një video. Nuk jam agjenci martese. Ne do të paraqisim dhe reportazhin pas pak. Pra në gjithë promovimin e librit që u bë, ndërkohë që ju nga Shkodra pastaj do të vijoni. Më pas do riktheni sërish në Parm? Po, do rikthem, do vazhdoj aktivitetet e tjera. Besoj se dua të realizoj dhe diçka para festave në Vlorë, të shohim, sepse aty kam goxha mbështetje. A do t'jeni në nëntor dhe gjatë muajit nëntor? Në dhjetor. A do të vini sërish? Po, do doja ta promovoja dhe në Vlorë. A, një libër do t'jeta promovoni dhe në Vlorë? Po, me që është vendlindja ime dhe patjetër, kam kërkesa. Ati do kenë filluar dhe hatërmbetje, do në Shkodra. Se ka shku Shkodër, ne do takon. Po mirë, ne e di si përdorim ne për dalë nga situata në Shkodër, po mirë, ëmbëlsira për fund. Po pra, çu thuaj, në Vlorë erdha, ëmbëlsira për fund. Pastaj do kërkojnë Tiranë, pse s'ke vinë në Tiranë, Xhulia? Kjo tregon se keni dhe miq që ju duan me gjithë zemrën edhe që dëshirojnë t'ju kenë aty, e t'ju ndihmojnë, t'ju dëgjojnë. Dhe unë jam kënaqur sot në promovim që asistova, po ishte shumë bukur. Domethënë më pëlqeu. Opinioni që u dha, vlerësimi që u dha, forma që mori promovimi në përgjithësi ishte jashtëzakonisht bukur. Dhe këto lule kanë ardhur direkt nga promovimi. Po, më janë dhuruar aty nga mysafirët edhe I falenderoj shumë. Më bëri përshtypje dhe një mësuesi që kishte ardhur në promovim dhe unë dua ta veçoj. Pra ne kishim dy vlonjate, mes atyre shkodranëve që ishin dhe shumë mysafirë që kishin ardhur edhe nga Malësia Madhe. Ishte mësuesja juaj fizikës. Po, fizikë matematike e gjimnazit. Mbajti një fjalim shumë të këndshëm, shumë dinjitoze. Që në çehre apo mënyrën se si fliste, duke që ishte e shkencave natyrore. Ka një mësuese fizike por është gjë e mirë që ajo të shoqërojë dhe erdhi deri në Shkodër për të mbështetur në këtë promovim. Në fakt më tha do të mbështes nëse do vish në Vlorë, sepse aty e kam shoqërinë më të madhe. Por gjithsesi, unë me që pata mbështetjen e Xhelalit, më tha Xhuli nisu se unë do të dal për Zot, ke një vlla në Shkodër tani, dhe unë u nisa. Okej, gjejmë rastin të falenderojmë edhe zotin Xhelal Halili, është presidenti I agjencisë spektakleve Jehona Shkodrës, ai ka dhënë një suport Xhulit sot që realizoi promovimin në Hotel Rozafa në pjesëmarrjen e shumë miqve dhe adhuruesve të letërsisë. Mirë, është momenti që ne ta japim atë reportazhin, të shikojmë se çfarë ka ndodhur, si u prit nga miqtë aty, cilat ishin disa nga komentet apo ndonjë analizë bukur e këndshme nga ata që e kishin lexuar veprën se është një çik belargu shkon promovim. Jo të gjithë e lexojnë dhe pastaj nganjëherë unë ke teatri. Po, unë ke teatri, por ata që e lexojnë, ata notën 10 për konsideratën, seriozitetin me cilin ata u morën me librin. Tamam. Ndjekim reportazhin dhe kthehemi në studio. Të nderuar zënja dhe zotërish, artist, shkrimtar, këngëtar, poet, njerëz të artit dhe të kulturës, është kënaqësi për ne të kemi një vajzë vlonjate sot në mesin tonë dhe ta mikpresim në Shkodër, kështu që si fillim do doja të jepim një duar trokite. Gjulieta Theraj vjen me librin e saj më të fundit, Vuajtur po jo e harruar. Është një poete e re, shumë dimensionale, artin e ka në gjithë qënjën e saj, jo vetëm në poezinë e bukur që shkruan, por edhe në muzikën, edhe në dramë. Dhe ajo sjell pakës nga shpirti I saj për lexuesin shkodran sot.
Gjulieta ka një botë madhe, shumë dimensionale. Ka shumë dashuri për jetën dhe njerëzit. Prek të gjitha temat nga ashtu si janë bletët që marrin nektarin lule për të sjellë atë mjaltin e shijshëm. Do kem nderin të ftoj një tjetër poet, një tekst shkrues, maleve tona, sidomos të bukurive të Dugagjinit, i cili i këndon me dashuri dhe që ka skalitur emrin e tij mes artit dhe poezisë së bukur të veriut. Lula Shbrigjaj, 2 fjalë për autoren dhe librin. Mirëdita dhe përshëndetje. Të nderuar kolegë, miq dhe artistë të mbledhur në këtë promovim libri, të nderuar organizator, ju moderator dhe media që e përcjellni këtë aktivitet. Mirë se erdhët, ju nderuar artiste shumë dimensionale, Gjulieta Her. Faleminderit. Është një shprehje këtej në Shkodër që thot me kënë Shkodran tanaj pa. E në të vërtet, poetja jonë më duket si Shkodrane, sepse i banë të tana. Mirë se erdhën në Shkodër artiste e nderuara. Unë zakonisht në promovime librash nuk flas shumë gjatë, shpesh herë kur nuk më pëlqen libri, flas për autorin, shpesh herë kur nuk njoh autorin, merrem me librin dhe 4-5 minuta i harxoj, por në rastin e sotëm unë kam mundësi me harxhu 4-5 muaj, sepse nëpërmjet rrjeteve sociale e njoh autorin, por unë e kam pas librin prej kosh dhe kam arrit ta lexoj librin, ta përvetsoj dhe të kem një opinion të plot për të, por do të respektoj kohën, do të tregohem koncis në ato që do të them. Së pari urime për këtë libër, komplimente që në synin tim është një libër që ka nivel artistik dhe mesazh njerëzor. 2 gjëra kryesore që duhet ketë një libër me poezi. Është një tip poezie që t'jep relaks, leksion dhe frymëzim. Nëse duhet të gjej një vretje, sepse ne që krijojmë na pëlqen vetëm shija jonë, duke patra na këtë librin me këtë kopertinë, duke patra ato që ka mbrëm, mu vetëm titulli nuk më pëlqen, sepse nuk e mendoj as të vujtur, as të harruar. Unë këtë libër, ndoshta me synin tim do ta kisha titulluar Tranafil në stuhi, sepse zetë jetës tuaj i shkon më shumë se atë gjatë titull. Unë mendoj se artisti ose poeti e ka të pamundur ta ndajë botën e tij të brendshme nga krijimtaria, apo ta shkruajë frymëzimin nga realiteti. Prandaj, edhe këto poezi që vijnë sot në këtë libër janë produkt i përjetimeve të brendshme të autorës. Unë po citoj vetëm 2 vargje. Të gjithë më deshen me fjalë, duke ma goditur zemrën e grushta. Kjo është bota sot. Një dashuri sipërfaqësore, një botë që më shumë se falsitet s'ka asgjë tjetër. Gjulieta është e ashpër ndaj fenomeneve negative të postë, por është e butë ndaj njenave njerëzore dhe melankolike para botës femërore. Në varkun e saj duket natyrë krenare, triumfatore, rrallë shoh brishësi tek vargu i saj, duket se sa herëzohet shohet më fuqishme. Do të citoj 2 vargje. Më mirë një tigër ose një luan që më shehegër, se sa të qenushet e regjin që më servilosen. Nëse zbërthejmë dhe analizojmë këtë varg, thotën e në kupton shumë. Është pak i ashpër në botën tonë, mashkullore, por është realiteti. Ka metafora dhe figura sa të dushme. Aty ka lirika, ka epika, ka tematika kurbeti, dedikime, poezi meditative, filozofike, dhe të këto filozofike të unë po citoj të njëre. Gjumin të prish hasmi, qetësin të prish pasuria, letjen gjithmonë e varfër, aty ku mi zëtërën dashuria. Një filozofi poetike që ka thellësi mendimi, ka notë artistike, ka aspiranca shprese,
se cilit i shijojnë këtë vargje sipas natyrës tij. Por unë mendoj se dy vargjet e fundit, le të jem gjithmonë e varfër aty ku më zëtron dashuria, janë një lajtmotiv. Në libër ka shumë vargje lirike, në fakt desha të zgjell njërin prej tyre. Mu ban 2, mu ban 3, pastaj 4 dhe nuk zgjell asnjërin prej tyre. Unë ju ftoj ta duar trokitni dhe ta lexoni pa fjalë një poezi, sepse vetë autori është poezi. Unë nuk e kam nërmend të sjell gjithë librin para jush, nuk e kam nërmend as të zgjata më tepër, por besoj se u kam nxitur kur rreshtin ta lexoni këtë libër. Ta lexoni krijimtarinë artistike dhe letrare të poetes Gjulieta Ferre. Uroj që të ketë me të kënaqur në përpëmimin tonë, me auditorin këtu, dhe do ta mbyll fjalën time me dy vargje emblematike që i gjeta nga libri. Jeta është bardhëzi vetëm për ata që e kanë shpirtin pa ngjyra. Secili ta komentoj si do vetë. Lexojini këtë libër, lexojini Krijimtarinë e zonës Gjulieta Ferre, sepse është vërtet një mesazh. Urimi. Faleminderit Lulash për këtë çështje aq të bukur dhe analizë që i bën librit. Besoj që gjithë secili këtu në sallë do kërkoj, ta lexoj, ta blej, ta ketë pjesë të bibliotekës së tij. Ftoj një shpirt bukur shkodran, na lexoj diçka, një pjesë nga libri. Lida Haxhiaj, ju lutem. Përshëndetje gjithëve. Kënaqësi të jem përpara jush sot. Realisht unë jam promovuese e turizmit, por nuk e vi larg nga poezisë, fjalës së bukur për të poezisë. Dhe zonja vjen nga Vlora. Dhe ne si promovuese e turizmit shkojmë shpesh në Vlorë. Dhe të falenderoj shumë zoti Xhelal për ftesën. Dhe direkt sa më tha Xhelali që është një zonjë nga Vlora, unë pranova me shumë kënaqësi. Dhe do të ndaj me ju një poezi që mu më ka prek pafund realisht. Dhe kjo plaka shoqërore e femrave të divorcume nuk e di një, dhe do ndaj me ju këtë interpretim. Nuk do ta shaj kur një grua, si kur të mbaje në bark një fëmijë 9 muaj, natë ditë shpirtin para hatuar si i huaj, po ja që Zoti të bëri mashkull të pamerituar, prandaj nga goja në tjerë fekale i degraduar. Si kur ti provoje dhimbjat e lindjes, nuk do ta shaje kur një grua, po ja që Zoti të lindi mashkull gjatë gjithë jetës, prandaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Si kur ti provoje gjitë që rrjedhin gjak, nuk do ta qëlloje kur një grua, po ja që Zoti të bëri mashkull pa hak, ndaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Sikur ti dëgjoje ulërimat e saj në kup të qiellit, kur sjell në jetë farën tënde në dritë të diellit, po ja që Zoti të bëri mashkull të pamerituar, ndaj nga goja nxjerr fekale i degraduar. Më emocionove pafund, realisht. Të uroj vetëm suksese dhe mbërthje të gjithë. Ke qenë shumë brava. Tani ftoj një tjetër poete malësore, besoj do i thot 2 llafe të bukura për vlonjatën tonë. Poetesh Life Hasak, lutem. Ju përshëndes gjithëve. Uroj Mikel nga Vlora, poete, është njëri si sot. Falenderoj Xhelalin që me të vërtet ka bërë promovimin, ka bërë që tokra. Si gjithmonë, edhe familjarë
e zonjës Gjunita Ferraj, i uroj për mbështetjen që i bëjnë poetes. Nuk është kollaj me këtë poetëve, po me një pjesë tjetër tjetë, si map, si prim, si punojse me tjerlikon, të gjithë e dim se sa vështirë është të bësh disa punë, dhe kjo është shpirtërore, dhe bravo. Atëherë unë po lexoj, ajo që i bëjta me pak kohë që më mora këto të libri i zonjës, ishte se ka tematik, ka revolt, dhe ne kena nevojë për poezi të tilla, për tematik dhe për revolt, sepse lexuesi nuk do vetëm dashuri. Është pjesë e jetës normale për nënën, për babën, për dashurinë e tjerë, por revolta sidomos në ditën e sotme duhet të jetë shumë e gjanë dhe të gjithë miqtë tonë këshilloj që edhe librat e tyre të kenë revolt, pse jo? Kjo është ajo që ka tingull, që ka këmbën alarmi për kohën që jetoj. Atëherë, që duhet më shumë poetit. Të gjithë mburren me pasuritë e tyre, dikush makinat shtrekta numëronte, dikush shtëpit me pluhur dhe gur, dikush nektarët e luleve me mister e grur, dikush me rrobat firmosur, dikush me këpucët lustrosur, dikush me lek të pista, dikush me dashnoret e ndyra. Pra kemi problematik. Unë numëroja librat e mia, librerin time i vija. Unë burra me shtëpinë e thjesht, shtruar me qilimin e thjesht, e lesht. Zyrën e fëmijëve më në mëngjes e kam mus grimit për bes. Ç'ti kërkoj jetës dhurat më të mirë? Që duhet më shumë poetit në vargjet e tij të lira? Ju faleminderit. S'ka ma bukur se kur gratë shprehen aq bukur për gratë e tjera. Se thojnë që gjimia femërore ka i konkurencë mbrëna vetës, por nuk është e vërtetë. Besoj që shumica për nesh në sallë jena mbështetje të grave tjera, të vajzave tjera, të poeteve në këtilla raste, të shpirtit tyre të bukur dhe të kësaj revolte që shprehin nëpërmjet vargjeve dhe poezisë. Kam nderin të ftoj një vajzë tjetër, të lexoj diçka apo të thot diçka rreth librit, Lida Hotel. Përshëndetje. Uroj autorin Xhulin suksese dhe organizator. Modestisht dishta me lexu mirë se erdhe nëntor, me që promovimi i librit kërkon me datën e 1 nëntor. Mirë se erdhe nëntor ti, e pa shkëmbën e mbar. Si nusja kushton të burri për herën e parë. Fillon e zhvishesh si dhëndër, i hell gjethet mbi tokën e mbretit, e shtron qilimin në ngjyra ylberi për sytë e piktorit dhe muzën e poetit. Gështenjat kërcasin mbi zjarr, si tupanat në dasmën e djalit, afër o gjakut plaku fshertin si i marr, numëron të spit dhe rrullat e ballit. Sukses! Ftoj një tjetër grua, një sa tjetër të bukur, Naime Gjongecaj. Përshëndetje gjithëve, Naime Gjongecaj Tropejane, jetoj në Tiranë. Personalisht nuk jam e artit, jam e tjetër fushe, por miken time, Xhulin, e kam mike, e kam nanë, e kam shoqe, e kam motër për 2 arsye. E para, është një gru heroin, ka rrit 2 fëmijë të edukuar dhe ka rrit me çan jetë. Prandaj, ju faleminderit gjithëve që keni ardhur dhe në veçanti Xhulin, të kam shumë gjatë Xhulin. Unë jam fushë tjetër, merrem me politikën e Ballkanit. Shkodra është qyteti i kulturës, i traditave dhe qyteti i gjërave më të bukura që mund të ketë shqiptarizmi, i trojave tona. Unë thjesht do t'i them vetëm 2 vargje, por nuk di të recitoj si recitoni ju. Mos shty me bryla o njeri, mos shty me bryla mbi këtë tokë. Ka vend për ne kudo kjo botë. Mos shty me bryla o njeri me inteligjencë. Lakuriq erdhe me vaj në gojë, lakuriq do t'ikesh po nga kjo botë. Prandaj ju lutem, gjithë pushini, i madh i vogël,
dune gruen, dune vajzën, dune familjen, është gjë e merë shajt e ma. Çdo mashkull i bëjmë thirrje të respektojnë një femën që e bën prim, e bën familje, e bën kom. Faleminderit gjithëve. Urim me shumë pa kom një kërëma, që të në shërës. Do më thoj që ke sjell më shumë zora grafë sot, edhe ke bu me hilën e burrave, po përpi që me bo humor, por unë marash nuk jam marrë do të humorin. Marash fjallë. Unë vërtet e kam edhe mikë në Facebook dhe falenderoj për zemërsisht që më ka pranu dhe i lexoj më shumë ende postimet e saj. Më pëlqen diçka se më duket njëri shumë e gëzueshme nga ato kërcimet që bën në shtëpi dhe me gjithë zemrën e gëzimet mira pas gjithmonë po. Dhe falenderoj organizatorët e këtij eventi që më bën këtë ftesë dhe njëhem dhe respekte për ju. Unë të lexoj një poezi që përmend Mostak. Unë vërtet i vej Mostak, e për mos kujtoni se jam vetë. Ka nga ta burra me pantallona që i thonë gruas shënmëri. Pastaj bëhen burra me fustana, i thonë dashnor është manxheri. Betohen për nënë e për babë, betohen për kishe xhami. Hiqen burra mustaqe rënë, në vepa bëjnë si dhia kakërli. Buqetës së bukur me trëndafila sot, shtohet një tjetër trëndafil, Merita Mane, Dytja Mone, si malam. Edhe besoj që do në këtoni 2 llafe të bukura për autorën dhe të në lexoni diçka për audiencën. Përshëndetje. Unë vi nga Vlora, jam e nderuar dhe e respektuar që marr pjesë në këtë event të rëndësishëm në promovimin e librit me poezi të një nga vlerave të penës së shkruar vlonjate, që ndoshta nuk është shumë e konfirmuar, por për mua ka vlera të mëdha. Unë nuk jam e afër me Xhulietës. Unë jam mësuesja e saj e shkollës mesme. I kam dhënë fizik në shkollën e mesme. E kam dalluar si nxënëse të shkëlqyer dhe me qenë se isha në drejtim dhe përgjigjesha për aktivitetet artistike, se vetë kam mbaruar shkollë muzike, pavarësisht se studiova fizik, Xhulieta ka spikatur me aftësitë e saj, mjaft inteligjente në fushën e artit, në recitim, në këngë, në valle, në grupin dhe ansamblin e shkollës, Xhulieta ishte e para. Plus kësaj, përveç se ishte një vajzë model në sjellje, ajo ishte edhe mjaft korrekte në mësim dhe veçoi nga nxënësit e tjerë. Ishte një vajzë e brisht, mjaft e urtë, shumë simpatike, por edhe e fortë. Më pëlqen që mbas kaq vitesh unë të takoj këtë vajzë 17 vjeçare në këtë moshë ku mora vesh fatkeqësisht dramën e saj, divorci. Ajo e ka përjetuar shumë keq dhe megjithatë e sfidoj. E sfidoj me forcë, e sfidoj me vullnet. I tregoj vetes që jam vajzë vlonjate. Dhe unë për këtë jam krenare. Plus kësaj, unë kam punuar me mësuesin e informatikës, i cili ishte vllai i Xhulietës. Më falni mos po zgjatem, mos ju prish punë. Jo, Vllai i Xhulietës, Agim Feraj, i cili ishte një djalë i mrekullueshëm, dhe unë aty mësova
ishte për herë të parë u fut kompjuteri i përfaqësuar nga njërë miqësi amerikanës. Dhe Agimi ishte i pari që mësoj dhe unë duke qenë aty në atë shkollë dhe më duhej për fizikën, yrën në kursin e kompjuterit dhe më thotë, do të sjell motrën profesore në shkollë, ta sjellësh i tash. Por tha nuk jepet shumë për fizikë, ajo është për shkenca shoqërore. Por jo, nuk ishte vërtet, ajo ishte për të gjitha. Ajo mësonte të gjitha në mënyrë të barabartë. Dhe kështu ka ecur në jetë. Unë nuk po lexoj, pavarësisht se kokën e mbaj ulur. Unë këto fjalë po i them fjalë zemre. Unë jam lajmëruar shumë vonë dhe sa rita do të lexoja gjithë librin, por në qoftë se më lejoni, unë nuk jam as aktore, as recituse. Jam një fizikante që do t'ju them dhe diçka kuriozitet për profesionin. T'ju lexoj një vjesht të vogël që Gjulieta ja ka dedikuar vëllait saj që sot nuk jeton, i cili u nda nga jeta në moshë shumë të re. Sot gjeta fletoren time të vjetër, brenda saj fotografin ton të rinis. Me slodhve qava, me shiu mbi letër, kërkoja t'i prekja syt e tut të prisht. U zgjuan kujtimet si rezet e diellit, s'di çfarë të kujtoj më shumë e më pak, se ti ishe ëngjëll i çmuar i shpirtit, ike me vjeshtën, me fatin tënd në merak. Do të vi si rufeja, kur Zotit jap ligjet e reja, ti do jesh gëzimi ditës, i qeshur si lulet e pranverë. Së fundi, dësha t'ju them që unë kam përveç kënaqësisë që uftova në këtë event, kam dhe një nostalgji për Shkodrën, sepse është një qytet shumë afërt me Lezhën, ku unë me bashkëshortin tim ushtarak kam jetuar 8 vjetë. Ai në aviacion i transferuar nga Lezhë pasi ne u fejuam dhe unë erdha dhash për herë të parë mësimin e fizikës në shkollën e mesme Hidayet Lezhë, me drejtor të nderuarin dhe të respektuarin Mark Vuj. Dhe kam kujtime shumë të mira nga Veriu. Se unë isha një vajzë e jugut, vajzë e 2 arsimtarëve, edhe kisha tjetër formim, tjetër edhe dialekti im ishte ndryshe nga dialekti i Veriu dhe pata shumë të vështirë në fillim të adoptohesha me dialektin tuaj, por më pritën shumë mirë, më respektuan, më kanë nderuar, edhe unë jam mirënjohëse për tërë jetën popullit të Lezhës, nxënësve që kam përgatitur dhe njëkohësisht edhe shkodranëve, pasi një pjesë të mirë të kolegëve i kisha shkodran. Esa Parisuzi, poetin Rudolf Marko e kisha kolegë, Anet Aristani, mësuese matematike, kisha shumë mësues të vjetër edhe nga Lezhë, me të cilët kam darë gjithë punën time pedagogike arsimore. Së fundi, e falenderoj me gjithë kënaqësinë time këtë nxënëse të përkushtuar që mundi të sfidoj jetën e vetme në një vend të huaj dhe që arriti kaq lart sa të marrë gjithë këto drejtime në jetë, të bëhet një artiste shumë dimensionale. Ju falenderoj të gjithëve, pjesëmarrjen dhe ju jam mirënjohëse që na mirëprisni. Veriu mirëpret ju. Bravo. Nuk e mbaj mend ku e kam lexuar, por më vjen së varg tash në mendje. Më jep një dhimbje që t'jap një kryevepër.
Ndoshta ky është edhe simbolika e librit të poetës Plonjate. Mu besua sot ky prezantim I thjesht, modest, ju kërkoj ndjes ndoshta nuk ishte ashtu si duhej, por besoj që kam dhënë më të mirën që mund t'jap një poete. Kështu që para se t'ja jap fjalën autores do doja të lexoj edhe unë diçka që më pëlqeu shumë domethënë nga libri. Mos shtyej me bryla mbi këtë tokë, ka vend për ne, kudo kjo botë. Mos shtyj me bryla o njeri me inteligjencë, lakuriq erdhe me vaj në gojë, lakuriq do ikësh nga kjo botë. Nuk e di para se t'ja fjalën autores, a është dikush nga salla që ka dëshirë të thotë dy fjalë, një përshëndetje. Atëherë edhe njëherë duke falenderuar poeten Gjulieta Ferraj që sjellli Shkodrën për promovimin e librit saj, besoj që kemi kaluar gjithë bashkë një ditë shumë bukur, mes vargjeve, mes artit, mes dhimbjes, mes dashurisë dhe mes mirëkuptimit. Shkodra, Malësia, gjithmonë historikisht I ka mikprit dhe I ka dashuru jugorët, si Plonjatët, si Tjeratët, si Sarandiotët, ndoshta se dhe unë di nga ndej, se kanë dhimbje në Tjerë dhe mamin e kanë Tjerate, dhe gjithmonë kanë pas dyert e zemrës të hapura. Kështu që kemi presë të fjalën dhe kuroj suksesin dhe mamin. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve që janë sot prezent. Jam shumë e gëzuar që Shkodra pret artista, I mirëpret, dhe sot nuk ka vetëm Shkodran pjesëmarrës, por kemi edhe nga Vlora, edhe nga Tirana, nga rrethe të ndryshme. Janë ngritur herët në mëngjes, kanë bërë udhëtim të gjatë, 4-5 orë, për të qenë prezent, për të respektuar autoren. Sot nuk keni hapur vetëm dyert e kësaj salle, por keni hapur dhe dyert e zemrës tuaj për të pritur autoren e librit që bën sakrifica për të ardhur nga Italia dhe për të sjellë ndjenjat e zemrës së tij. Ato mund të jenë ndjenja që ka përjetuar gjatë jetës, gëzime, idhërime, përjetimet e jetës, ato që çdo grua I përjeton në bazë të fatit që I bie. Diçka për librin. Librin e kam titulluar E vojtur, jo e harruar. Sepse unë vetë jam një femër e vojtur, por si unë ka shumë femra të tjera që kam vojtur edhe vuajnë në këtë momente. Por nuk jemi të harruara, nuk jemi të harruara para syve të Zotit, sepse më kujtohet një shkrim I shenjtë nga Bibla që thotë: asnjë harabel nuk bie në tokë pa lejen e të Madhit Zot. Pra sa vlerë të madhe kanë krijesat e Tij, imagjino, një Zot nuk e lejon të bie në tokë pa lejen e vet. Dhe femra ka shumë vlerë para syve të Perëndis, sepse ajo është riprodhimi I jetës. Nëse femra do ndalet, mos të krijojë, mos të lindi më fëmijë, atëherë jeta ka marrë fund. Prandaj gruaja respektohet, nuk shahet, nuk ofendohet, nuk qellohet, nuk rrifet, nuk vritet. Dhe ju bëj apel të gjitha femrave që më ndjekin në këto momente, kur mos I bëni keq vetes për një burr parazit, për një burr kriminal që u bie në jetën tuaj, kur mos I bëni keq vetes tuaj, fëmijëve tuaj, të hidheni nga balkoni, nga lumi, e ku ta diu në ambiente të tjera, për një kriminal që u bie për fat në pjesë, por jepeni forca vetes, sepse Shqipëria ka arritur burrnesha. Dhe burrnesh nuk do të thotë marrësh vendin e mashkullit, por do të thotë të ecësh përpara me fatin që të bie gjatë jetës. Jo të gjithë meshkujt din ta puthin shpirtin e një femre. Sot meshkujt më shumë puthin lëkurën e një femre, sepse janë përqendruar tek pamja fizike e një femre, jo tek gjendja shpirtërore e saj, tek emocionet e saj, tek ato çka ajo bën dhe kujdeset për mashkullin e saj. Kemi dhe një surprizë se nuk mund ta lëmë autorin të na iki nga Shkodra, pa marrë një mirënjohje për Shkodrës. Lulash,
Luta? Po futëm mes... Po, patjetër. Si veshka mes vjane. Atëherë, vërtet na emocionoj, jo pa që edhe unë thash aty që Gjulieta është vërtet një poezi, por ishte edhe një artiste në gjithë performancën e saj. Prandaj, klubi artistëve dhe shkrimtarëve të Veriut Rozafa e nderon sot me një mirënjohje, me motivacion. Për kontributin tuaj të çmuar në fushën e letërsisë dhe shkrimeve si artiste dhe poete, për vullnetin dhe përsosmërinë tuaj në të gjithë veprimtarinë tuaj artistike dhe kulturore, në mbështetje të artit, kulturës dhe të kauzës së fermare në përgjegjësi. Kryetari Ilmi Kurti, sekretari Lula Shbërigja. Po do të ftoj për të dorëzuar një shkodran 24 karat, si që thonë, Ujar Zyrat. Me poeten Gjulin, në ana virtuale I njihemi tash 5-6 vjet. Edhe kemi komunikuar me WhatsApp, me Facebook. Kam qenë shumë I kënaqur dhe I apasionuar që ta kemi pjesë të spektakleve tona, që I bëjmë madhështore deri në 500 vet, që të fusim në këngën lave, këngën benjate, edhe interpretim artistik, por na qëlloj ajo faza pandemisë që u bloku çdo gjë. Unë kam kënaqësinë veçantë t'i dorëzoj mirënjohjen shkrimtarë tepër të talentuar, pra aq pak vargje sa lexova, dhe meta shumë I kënaqur, duke I uruar sukseset me teshme, I dorëzoj me kënaqësi. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit. Faleminderit që ishi pjesë e këtij aktiviteti, faleminderit dhe suksese në vazhdim. Ky pra ishte promovimi I librit me poezi e vuajtur, por jo e harruar, e autores Gjulieta Feraj, që u promovuan në qytetin e Shkodrës në prezencën e miqve të shumt, të cilët e komentuan veprën, mbetën shumë të kënaqur, e uruan autoren për këtë botim, edhe shpresojmë Gjulieta që të marrësh, po, kemi sukses, të marrësh edhe nxitje për ta vazhduar të rrugë sado e vështirë, e lodhshme që mund të jetë me sakrifica. Do e vazhdoj derisa të kem frymë, sepse duke shkruar, unë edhe çlirohem. Nëse kam ndonjë breng, ndonjë moment dhimbjeje, gëzimi, ku ta di unë, është vargu më çliron, është gjithçka që kam brenda në shpirt, duket sikur flas kur shkruaj sikur kam një psikologe përpara dhe më thot fol se unë po të dëgjoj. Dhe kur jet në vargje, unë çlirohem. Është një mënyrë e daljes nga trupi kjo energjia negative që mund të jetë apo pozitive. Okej, po shpirti më pas mbushet me pozitivitet, e mendon se brenga e jetës edhe mund të shërohet përmes shkrimit të poezisë. Pra ti kënaq motivon lexuesit, I jep mesazhe që I nxit gratë, ta duan më shumë veten e tyre. Për veten a shërohet Gjulieta? Po, sepse duke... A ndihesh pak më mirë, më qetë? Mbështetja e fansave të mi është një suport shumë I madh, sepse kur merr fjalët më të bukura që unë, do me thënë, ato fjalë që më shkruajnë, komplimentet që marr nga fansat e mi që
ndofta janë nga ana tjetër e botës. Nuk e kam takuar kurrë dhe më ka njohur kaq mirë. Dhe ato fjalë si kam dëgjuar as nga ish bashorti që e kisha në krah dhe ndaja jetën me të, është kënaqësia më e madhe. Publiku shqiptar më do. Dhe më mbështet shumë dhe unë i falenderoj tani publikisht se më duan edhe i dua dhe kur ata më shkruajnë këto mesazhet e këndshme sa hapsyet artiste, diamant, fjalët më të bukura, e filloj ditën shumë pozitive. Po ka shumë rëndësi ajo. Po. Jashtëzakonisht rëndësi. Bekim, jam bekim, publiku jam bekim për mua. Po. Dhe raportit i mban shumë të mira. E vuajtur por jo e haruar, poezi Julieta Ferra, i kontaktoni në Facebook me autoren, do të merrni përgjigje prej saj, jo komente rreth librit në kuptimin që të hapen bisedat të gjata në Messenger, ju mund të porosisni librin, shihoni, është i jashtëzakonshëm, do t'i bëj femra trimëresha. Tamam. Lexoni këtë të zonjat e vetes, do keni një vlerësim shumë më të mirë për veten. Por kjo nuk do të thotë që duhet lexuar vetëm me femrat, janë dhe meshkujt miqtar që duhet ta lexojnë. Patjetër nëse ndonjëri mund të përmirësojë diçka sepse kupton shpirtin e revoltuar femror dhe nëse ai bën një analizë jetës vet, a ka qenë një burr i tillë? Ndoshta ndryshon. Për mirë. Ndoshta ndryshon për mirë. Dhe ndryshon jeta martësore. Është e vërtet. Dhe ta shpëtojnë në kohën e dur. Tamam. Jo kur gjërat të bëhen dramë dhe gjërat të kenë përfunduar. Bravo. Unë të falenderoj shumë, jashtëzakonisht që ti zgjodhe në radh parë Shkodrën, pra falenderoj në emër të gjithë shkodranëve që zgjodhe Shkodrën, të falenderoj në emër të gjithë teleshikuesve që i ndave me ta momentet edhe biografike, po dhe të artit tënd, të shpirtit tënd, se ti zbulove shpirtin tënd dhe pak njerëz e bëjnë. Njerëzit kanë komplekse, kanë hipokrizi të tepruar sot, tregon një tjetër që nuk janë po ti kështu je. Dhe unë i garantoj ata, kështu ishte edhe para se të futej në studio dhe kur kemi bërë biseda, pra është e vërtet, si në realitet ashtu edhe përpara kamerave. Unë i dua shumë krijesat e Zotit dhe krijesa më e bukur është njeriu. Nëse është mashkull apo është femër apo fëmijë apo plak, unë i trajtoj gjithë njësoj me butësi, me dashuri, me respekt dhe kjo është gjëja më e bukur sepse ne jemi kalimtar në këtë botë dhe do lëm vetëm këto vepra artistike, asgjë tjetër. Ne bëjmë një përjashtim në këtë emision, Xhulita, për hir të së vërtetës, nëse ne emisionin gjithmonë kemi pasur me 2 pjesë, kësaj radhe ja lejuam gjithë hapësirën një poete vlonjate. Faleminderit. Kështu kemi justifikuar disi dhe mungesën e transmetimeve, pasi në Shkodër ka shumë vlonjat, korçar që për arsye të punëve të ndryshme kanë ardhur në Shkodër, por nga ana tjetër justifikuam edhe të gjithë ata që janë shtektar, jashtë kufive shqiptar, të cilët bëjnë përpjekje, mbajnë lidhjen me atë, krijojnë, dëshirojnë të tregojnë tek vendi i tyre, te atë i tyre. Të urojmë shumë suksese, mbarësi dhe uroj të kemi sërish në studio. Patjetër, unë e dua Shqipërinë. Faleminderit. Të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur, unë i falenderoj nga zemra dhe rikujtoj për ndonjë që mund të ketë hyrë pak me vonesë, dikush tjetër ka parë spotin publicitar, po humbi orarin sepse ne jemi pak të lidhur me rrjetet sociale, shikojmë aty se çfarë ka ndodhur edhe në rrjetet sociale, edhe në YouTube, edhe në Facebook emisioni është i plot, ju mund ta ndiqni atë dhe tua dërgoni miqve tuaj që dëshirojnë ta ndjekin emisionin nga fillimi deri në fund sepse ishte shumë interesant. Gjithsesi ne kemi ritransmetimin ton që është ditën e shtunë në orën 15:30, por deri atëherë unë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.